Përshëndetje, njëherë dua t'ju uroj për anketën, siç ka qenë traditë e 10 më të mirëve që u zhvilluan qytetin e Shkodrës, ishte me të vërtet dhe isha pjesëmarrës në atë aktivitet, ishte me të vërtet një aktivitet shumë breslënës, ku duhet falenderuar, duhet përgëzuar puna e jashtëzakonshme e Gjergj Kolës në atë organizim, i cili tashmë ka kthyer në traditë, është në mos gaboj ishte i 4 vit radhazi që ky aktivitet, kjo anketë zhvillohej, dhe besoj ka qenë vazhdimsi e atyre anketave të para viteve 90 që janë zhvilluar rregullisht në qytetin e Shkodrës. Dua të them që jeta sportive në qytetin e Shkodrës mund të jetë një shembull për gjitha qytetet e Shqipërisë, sepse në asnjë vend, në asnjë qytet tjetër, kjo jetë sportive nuk është e pranishme siç është e pranishme në Shkodër. Në lidhje me aktivitetin e boksit, këtë kupë republike që e mbyllëm në prag të festave të fundvitit, ishte një vit, po themi, megjithse kemi pasur një grant, një financim nga më të dobtit këtë vit, nga më të ulët që kemi pas në herë si Federat Boksit, arritëm të mbyllim me sukses të gjitha aktivitetet e vitit 2025, të marrim pjesë në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare, në bashkëpunim federata, bile në shumë raste edhe me pagesa individuale nga sportistët shqiptar, të cilët arritën rezultate impresionuese në aktivitetet ndërkombëtare. Mund të përmend këtu 2 medalje që arritëm të marrim të vit, Amar Koçi i 3 në Europë për U23 dhe Graciano Shoshi i 3 në Europë për U15. Në lidhje me aktivitetet e tjera, ka pas një gjeografi shpërndarëse të këtyre aktiviteteve, duke filluar nga Puka dhe duke përfunduar në qytetin e Vlorës, me aktivitetet e grup moshave, dhe finalja ishte kjo Kupë e Republikës, që u mbyll në qytetin e Shkodrës, ku vendin e parë, siç edhe kampion doli Vllaznia Shkodrës, vendin e parë në këtë kupë e meritoi ekipi i Vllaznisë Shkodrës. Ishin 7 ndeshje, të cilat 7 ndeshje në 5 ose 6 ekipe pjesëmarrëse, të cilët zhvilluan finalet në qytetin e Shkodrës, ku fitues u shpall Vllaznia e Shkodrës dhe vendi i dytë ishte Flamurtari i Vlorës. President thotë që jeni kënaqur me atë çfarë keni rritur gjatë vitit 2025, por çfarë presim nga boksi shqiptar në vitin e ardhshëm? Nga boksi shqiptar unë pres një herë që grandi të jetë më i lartë se sa grandi që kemi pasur këtë vit. E kam thënë edhe herë të tjera që rritja e grandit është shumë e rëndësishme, jo vetëm në sportin e boksit, por në të gjitha sportet, që duke pasur një grand më të lartë, kemi mundësi të zhvillojmë aktivitete më të shumta. Me këtë grand dhe arritëm të marrim rezultate shumë të mira. Shpresojmë që vitin që vjen kemi disa bokserë të jashtëzakonshëm shumë të mirë, shpresojmë që vitin që vjen të vazhdojmë traditën e vit mbas viti që kemi pas gjithë këto vite, duke marrë medalje në arenën botërore. Ka një sinjal pozitiv edhe me boksin profesionist, se Federata Shqiptare e Boksit po bashkëpunon edhe me këtë kategori. Mund të them që boksi profesionist në Shqipëri, sidomos të vitet e fundit, ka arritur nivele që asnjë shtet tjetër në Ballkan, me që i referohemi edhe rajonit ku ne bëjmë pjesë, nuk ka pasur këtë vazhdimsi, këtë lëvizje që ka pasur boksi profesionist në Shqipëri. Është për të përmendur, kryesisht mbi të gjithë, Nelson Hysa, i cili ka qenë lokomotiv ose tërheqës i boksit profesionist, duke zhvilluar aktivitete pafund edhe në arenat ndërkombëtare edhe në Shqipëri. Shpresojmë që viti që vjen të vazhdoj me të njëjtin ritëm, sepse boksi profesionist është në rrugë të mbarë. Faleminderit, sukses. Unë ju falenderoj. Gëzuar vitin e ri.